Fjalë për Ermal Beqirin, Ergjys Agasin, Ariola Koromanin dhe Ina Cikon. Si e kanë shtrirë dorën këta personazhe në Parkun Durana përmes kujt lidhjesh dhe kompanive? Tani, ndërkohë që edhe ndiqnim së bashku materialin ilustrues, unë kam përpara një listë të këtyre kompanive dhe në fakt vura re tani që në të dyja kompanit që rezultojnë në emër të Ergjys Agasit, që është Tek and Tek, me administrator në këtë rast Ina Cikon dhe ortak është Ergjys Agasi, ka një lidhje tjetër që më duket pak për dyshuar nëse ka një lloj lidhje dhe familjare tek EAS Logistik që është po në pronësi të Ergjys Agasit, shoh si administrator Elton Ciko. Nuk e di nëse ka një lidhje midis Ina Cikos dhe Elton Cikos. Pra, kjo është për tu vërtetuar dhe për tu hulumtuar. Pra, Ergjys Agasi mund të ketë zgjedhur dy njerëz të cilët janë afërsisht brenda një rrethi familjar, nuk e di se sa afër ose larg midis tyre, por mund të jetë dhe koincidencë emrash, mund të jetë dhe rasti. Megjithëse unë e vura re tani rastisht dhe më erdhi në vëmendje për ta sjell. Ermal Beqira ka dy kompani, Ergjys Agasi, siç ju e thatë, që janë dy njerëzit kryesorë që kanë gjeneruar gjithë këtë marifet, nëse mund ta themi, brenda Akshit dhe brenda këtij skandali tjetër, ku është projekti fantazëm, nëse do ta quajmë kështu, i Durana Park. Pse? Sepse ajo që konceptohej, që është promovuar edhe nga kryeministri, si një park i teknologjisë, është në fakt një tokë ar në gjafzotaj të Durrësit. Pra, është shumë cinike, është gati e pabesueshme që të mendosh që është ndërtuar virtualisht, është promovuar gjithashtu. Ju e pat edhe në materialin ilustrues që edhe Macroni ka qenë pjesë e takimeve, pra ekspozeja ka qenë si një gjë shumë high class, jo vetëm nga pikpamja e teknologjisë, po edhe nga koncepti se si është organizuar.